Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se veni në emisionin ton të sotëm. Sot kemi kënaqësinë që të bisedojmë me një vajzë shumë të talentuar dhe të suksesshme, e cila ka treguar rezultate të shkëlqyera si në muzikë, ashtu edhe në mësime. Ajo, me përkushtim të madh dhe punë të palodhur, ka fituar shumë çmime në gara të ndryshme dhe është shembull frymëzimi për bashkëmoshataret e saj. Përveç talentit në piano, ajo gjithashtu ka talent edhe në lexim, por gjithashtu edhe në matematikë. Andaj, që ta njohim më shumë atë nga afër, ju ftoj që ta ndiqni në vijim. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të na prezantoni? Po, unë jam Enia Ademi, jam në shkollën Hello Academy of Education në Gjilan dhe jam në klasën 6B. Kam pasion pianon, leximin dhe matematikën dhe kam shkuar në plot gora të ndryshme në piano, matematikë të tjera. Si kalove sot në shkollë? Mirë shumë, ishte shumë kënaqësi të takoj shokët dhe shoqat dhe mësuesit. Atëherë si linde talenti ose pasioni yt për muzikën dhe për pianon? Në fillim, mami më tregoi që kishte dalur aplikime për në shkollë të muzikës dhe unë pa menduar dy herë i thash mamit që dua të regjistrohem në piano. A ka qenë e vështirë shkolla e muzikës apo luajtja me piano? Jo, sepse unë ushtroj shumë dhe nuk ka qenë shumë e vështirë për mua. Sa herë në ditë ushtron apo merresh me piano? Unë ushtroj 1 orë e gjys, 2 orë në dite, por kur kam gara në vikend ushtroj deri në 5 orë. A preferon më shumë që të ushtrosh vetëm apo me ndonjë mike apo edhe me familjar? Kur nuk kam shkollë, ushtroj vetëm, por shkoj edhe në shkollë të muzikës dhe mësuesja Dafina Barome, e cila më ndihmon të ushtroj më mirë. A ke marrë pjesë ndonjëherë në aktivitete shkollore me piano? Po, në koncerte të ndryshme ka marrë pjesë si në ditën e shkollës, në festivale të ndryshme e të tjera. A mund të na përmendesh disa nga çmimet më të veçanta që ti ke marrë? Po, në Manaster ka marrë çmimin e parë dhe janë vlerësuar nga një juri serbe. Dhe në Tiranë ka marrë një çmim me 100 pikë dhe në Itali, në Campobasso, kam fituar çmimin e parë. Si ndihesh ti që ke marrë këto çmime kaq të mrekullueshme? Ndihem shumë krenare me vete dhe një merit që më madhe shkon për mësuesen time të pianos. A ndihen edhe familja apo shoqëria krenar me ty? Po, ndihen shumë krenar me mua dhe unë jam e lumtur për këtë. Para se të dalësh në skenë, para një publiku apo një mase të caktuar, a ke emocione dhe nëse po si arrin ti menaxhosh ato? Po, unë kam emocione, por këto vetëm më ndihmojnë që unë të motivohem më shumë dhe të arrij më të mirën. Si e menaxhon kohën mes detyrave të shkollës apo obligimeve që ti ke në shkollë dhe pianos apo muzikës? Unë e bëj orarin tim dhe me këtë orar unë arrit të merrem me të tërijat së bashku. Përveç pianos, a ke ndonjë instrument tjetër që të pëlqen shumë? Nuk merrem me ndonjë instrument tjetër, por më pëlqen shumë flauta. A mendon që edhe në të ardhmen do të vazhdosh të merresh me piano? Po, sigurisht që po. A ke ndonjë artist që të frymëzon ose që të pëlqen ty shumë dhe që mirret me piano? Mua më pëlqen Anila Alio, ajo është pianiste nga Kosova dhe më frymëzohem shumë prej asaj. Po ndonjë të huaj, ndonjë artist të huaj? Po, nga Mozarti dhe Beethoveni. Pse të pëlqejnë këta artista kaq shumë? Sepse ata kanë arritur shumë në jetë me piano edhe unë dua të bëhem si ata kur të rritem. Përveç pianos ne e dim që ti ke edhe talent leximin apo pasion. Si ndihesh kur lexon? Ndihem shumë e lumtur dhe e qetësuar dhe unë lexoj shumë libra dhe kjo pasioni im. A ke fituar ndonjëherë ndonjë çmim për lexim? Po, jam zgjedhur si lexuesja më e mirë e vitit në bibliotekë, pasi kam lexuar shumë më të madhe të librave.
Si e ndjerë ti kur ke fituar atë çmim? Jam ndjerë shumë e lumtur dhe krenore, sepse kjo vetëm tregon dashurinë time për librat. Çfarë lloj zhanri të librave të pëlqen të lexosh më së shumti? Më së shumti më pëlqejnë librat komedi, sidomos të David Williams, sepse I ka librat më qesharak. A ke edhe ndonjë autor tjetër shqiptar që të pëlqen të lexosh librat e tij? Po, më pëlqen Same Froshere, I cili dhe është Flori, dhe sidomos Doja em, I cili libri im I preferuar është nga ai, Dita më e lumtur. A të pëlqejnë më shumë lektyrat shkollore apo librat që ti I zgjedh vetëm dhe pse? Më shumë më pëlqejnë librat që I zgjedh vetëm, sepse e di më mirë se çfarë më pëlqen të lexoj, dhe në shkollë nuk zgjedhem shumë libra komedi, më shumë shqiptar. Sa herë në javë lexon ti? Unë lexoj çdo ditë nga pak, dhe mundohem ta gjej kohën për t'ju përkushtuar leximet. Çfarë rëndësie ka leximi për ty? Leximi është pasioni im, dhe nëse lexoj e pasuroj fjalorin tim, kështu që leximi më pëlqen shumë. A të ka ndihmuar leximi që të kuptosh apo të shpresh ndjenjat e tua më mirë, por gjithashtu edhe në piano? Po, pasi leximi më ndihmon të koncentrohem më shumë. Në të ardhmen, a do kishe dëshirë të shkruaje një libër tëndin? Po, jam duke punuar, jam duke I mbledhur disa poezi që I kam shkruar dhe jam duke dashur ta bëj një libër. Sa inspiruese. A ke ndonjë autor që të frymëzon shumë përveç atyre që I përmende? Ka plot autor të ndryshëm, por më së shumti David Williams. Okej. Gjithashtu e përmenda më herët që ke edhe pasion matematikën. Po. Pse të pëlqen kjo lëndë ka shumë? Sepse matematika është më sfiduese dhe mu më pëlqejnë gjërat sfiduese dhe me matematikën arri shumë në jetë. A mendon që matematika të ndihmon ta zhvillosh edhe mendimin kritik apo mënyrën se si sheh probleme të ndryshme? Po, sepse matematika me muzikën lidhen shumë, sepse kanë ritëm dhe logjik të dyja. A ke fituar ndonjë çmim në matematikë? Po, në Garën Kanguru kam fituar çmime të ndryshme, si dhe çmimin e parë. Si ndihesh ti për këtë çmim? Ndihem shumë krenore me arritjen time. A është e vështirë të mësosh matematikën? Jo, pasi unë punoj shumë dhe nëse punon shumë mund ta arrish. Në kohën e lirë a zgjedh detyra të ndryshme matematikore? Po, nëse kam kohë të lirë, vendos të ushtroj gjërat që I kemi bërë në shkollë. Si e balancon kohën tënde mes muzikës, leximit dhe matematikës? Bëj orarin tim dhe për të trija gjej kohën e duhur. Nga këto të trija, cilat të pëlqen më së shumti, cilën e bën më me qejf? Të trijat I kam shumë qef, sidomos pianën, e që jam ndihmon ta kuptoj më shumë vitën. Cila është pjesa yte e preferuar për matematikën? Detyrat logjike dhe sfiduese më pëlqejnë shumë, sepse më ndihmojnë të zhvilloj mendimin tim dhe më bëjnë të mendoj më shumë. Cilat janë planet e tua për të ardhmen? Për të ardhmen, unë dua të bëhem pianiste dhe dua të shkoj të studioj në Vjenë të Austrisë. Pse të pëlqen kaq shumë qyteti I Austrisë që të shkosh të studiosh atje? Sepse plot muzikant kanë studiuar atje dhe kanë arritur shumë në jetë. A dëshiron që në të ardhmen të marrësh sërish pjesë në gara të ndryshme? Po, sigurisht që po ashtu edhe në festivale të ndryshme. A mendon që aty do të performosh ende më mirë se herave të tjera dhe do të fitosh ndoshta çmime ende më të mëdha se sa ke tani? Po, pasi që janë në Europë dhe ka ma shumë konkurrencë më të fortë atje.
A do kishe dëshirë që në të ardhmen përveç Evropës të marrje pjesë edhe në gara të ndryshme edhe në kontinentet e tjera? Po, sepse mendoj se kjo më ndihmon të bëhem më fort në piano. A do kishe emocione në qoftë se do të marrje pjesë në një garë shumë të madhe, për shembull në matematikë apo edhe në lexim? Besoj që po, por kjo vetëm do të më motivonte më shumë. Tani që jemi në fund të emisionit të sotëm, ma ke ndonjë mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin? Po, që ti dëgjojnë prindërit të mos i përdoren shumë telefonat dhe të mësojnë më shumë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë sot. Faleminderit. Atëherë të dashur fëmijë, tani kemi arritur në fund të emisionit të sotëm. Shpresoj që kjo bisedë kaq e bukur dhe frymëzuese për ju, që po ketë pëlqyer ashtu siç më pëlqeu edhe mua. Eni na tregoi se pasioni, përkushtimi, por edhe puna e palodhur mund të arrijë gjithçka që ti dëshiron në jetën tënde. Atëherë deri në emisionar, mirupafshim dhe mirë ndëgjofshim. Çdo kush nga ju i cili ka dëshirë të marrë pjesë në emisionin ton, ju lutem ta kontaktoni Radio Kosovën dhe mund të jeni pjesë e jona. Mirupafshim.